jam duke performu një poezi në një natë poetike slam poetry. Çka ka të veçantë kjo foto është që unë një ndër librat e kam Aurën që është rrëfim për si një vajzë e kalon jetën me sëmundje kronike të migrenës. Në atë foto marr pjesë në një workshop që zgjat 2 javë dhe në po atë 2 javësh mu më duhet me ushtri në spital për migrenë. Çka ndodh brenda këtyre kohësh është që unë kam qef me marr pjesë në një garë të poezisë, po njëkohësisht u dashkë mu trajtu për migrenë. Edhe doktorët normal nuk më kanë leju me shku në workshop. Çdo mëngjes unë kam ikë prej spitalit me shku në workshop edhe jam kthyer prej workshopit mu kontrollu në spital. Kjo është për zvërtetë, nuk është pjesë e romanit. Jo, kjo është e vërtetë. Kjo është reale. Kur hala nuk e kam pas idenë me kriju romanin. Kjo është shumë a herët, kjo është 2017. Ideja e kësaj ka qenë që ti kur ke marrë pjesë në garë, është dash me pas të mësu me përmensh poezin. Ka qenë një poezi e gjatë 5 minutëshe, edhe unë kam qenë në neurologji. Pacienta që ishte afër meje ka qenë në gjendje matrant edhe unë u dashke me bo prova se si me thonë poezin edhe imaginati në neurologji. Tu janë ndu qenë. Po del po edhe ideja e slam poetrisë. Ama neurologji lejohet. Thojnë normale është për. Thash mos po mojnë ma gjatë. Edhe kjo ka qenë dita ku unë lirohem nga spitali me analizat shumë mirë, gjitha mirë po e humbi garë. Nuk isha përgatitne, ama jam plot e fuqishme në skenë me idenë që nuk kam me fitu, po jam të marrë pjesë në poezi. Ka qenë përplasja parë e shkrimeve me migrenën që den me të sulmu në ditë ku ti vynë me kon e praneshme dikon, edhe ka qenë përplasja parë ku unë... U zhgënjeve? Jo, u mërzite? as pak heq. Unë jam ngrit ato, jam plot gjithë fuqishme, i kam thonë vetës që nuk ka lidhje se a e fitoja jo, me qenë se e disha që jo ka pas garus tjerë me poezit mrekullueshme, me plot me rite kam fitu. Mirë po e kam po që shkrimi mu pëmban gjallë, nuk pëmban të shgënyme me vetën që nështë pak një dhimbje kokës, për më dalë mu, për më banë brenda, unë atja i kam thonë vetës që unë më mja dalë edhe një poezi, një shkrem, mu më nëzirë prej vetës, më nëzirë prej ersires. Fotografia dytë faktikisht është libri i parë, është nëse një ditë unë të mungoj. Okej, nëse. Është libër me poezi dashuria, i cili vjen me një zhandër komplet tri, me një luft që kom vendos me i thonë vetës që ëndrat mund me u bë realitet nëse ti donë me punu për to.